Numërimi mbrapsht për samitin e NATO-s në Ankara, i cili do të ofrojë një mundësi për zgjidhur resapet e hapura midis aleatëve evropian dhe SBA-s dhe do të vendos vetë ardhmen dhe identitetin e aleancës, ka filluar tashmë, ndërsa Turqia po bën një përpjekje për të ndërhyrë në ekuacion, duke u shfaqur si paqebërëse edhe brenda NATO-s. Më 7-8 korrik, samiti i NATO-s, i cili mbahet në Turqi për herë të dytë që nga viti 2004, është një nga samitet më kritike që nga fundi i luftës së ftohtë, pasi NATO me frontin e hapur të Ukrainës dhe kërcënimet e sigurisë që intensifikohen në kufijtë e saj, do të duhet të kërkojë një ekuilibër të ri në bashkëpunimin transatlantik pas ndërhyrjeve nxitse të Donald Trump dhe vënies në pikpyetje të vetëdomosdoshmërisë së ekzistencës së Aleancës Atlantike. Sulmet e presidentit amerikan, i cili do të jetë përsëri ylli i padiskutueshëm i samitit kundër aleatëve të NATO-s, pretendimi i Groenlandës, kërcënimi madje edhe i tërheqjes nga Aleanca dhe në çdo rast, qëllimi i deklaruar për të kufizuar ndihmën dhe pjesëmarrjen amerikane në sigurinë europiane, kanë hedhur një hije të rëndë mbi përgatitjen e këtij samiti, meqense përtej klimës që është krijuar, askush nuk mund të parashikojë një nga reagimet e tij të zakonshme ndaj samitit që mund të përmirësojë atmosferën ose të shkaktojë një përçarje më të madhe. Samiti, i cili do të mbahet në kompleksin e presidencës turke në Bestepe të Ankaras, sipas burimeve diplomatike, do të përqendrohet në shpenzimet e mbrojtjes dhe industrinë e mbrojtjes, ndërsa pritet të reflektohet edhe perceptimi i të ashtu quajturës NATO evropiane. Gjithashtu, në krye të rendit të ditës është çështja e Ukrainës dhe ndarja e kostove për mbështetjen e mbrojtjes së saj, së cilës evropianët i japin përparësi. Megjithatë, ende nuk kanë filluar negociatat e ashpra për formimin e tekstit të deklaratës përfundimtare të 32 udhëheqësve të aleancës, të cilat pritet të kulmojnë deri në minutën e fundit. Sipas informacioneve, megjithatë, edhe kjo deklarate e samitit do të jetë një tekst i shkurtër, siç ishte vitin e kaluar në samitin e Hagës, me vetëm 5 paragraf. Aleatët evropian e kanë marrë tashmë provën pasi mesazhet negative të Washingtonit shkaktuan zgjimin e madh të BE-s me realizimin e dhimbshëm se pa fuqi të fortë, aftësia e Evropës për të pasur një rol të rëndësishëm gjeopolitik është e kufizuar. Kështu, ardhja në moshë e papritur e Evropës, drejt së cilës po çojnë izolacionizmi dhe qëndrimi armiqësor i presidentit amerikan, ka hedhur themelët për ndërtimin e autonomisë së saj strategjike, një proces i vështirë që kërkon kohë dhe është jashtëzakonisht i kushtueshëm, pasi zhvillimi i aftësive mbrojtëse, plotësuese në fazën e parë të kontributit amerikan, nuk është një detyrë e lehtë. Kontributet e SBA-s në fusha të tilla si mbrojtja nga raketat, furnizimi ajror me karburant, inteligjenca operacionale dhe teknologjia satelitore do të kërkojnë shumë kohë dhe investime të mëdha për të zëvendësuar, dhe kjo varësi nga aftësitë amerikane do të mbetet domosdoshmërisht për një periudhë të konsiderueshme. Evropianët përballen me një ndryshim në SBA, e cila nuk është në siklet me luftën në Ukrainë, me presidentin e saj që nuk e sheh Vladimir Putin si armik. SBA duan të kthehen në Indo-paqësor, por aktualisht janë të bllokuara në lindjen e mesme dhe Iran. Kriza e fundit e madhe midis Washingtonit dhe aleatëve të tij evropian u shkaktua nga Irani dhe refuzimi, siç e perceptoi Trump, ngurimin e aleatëve për të ndihmuar aleatin e tyre të madh në zgjedhjen e tij për sulmuar Iranin. Ky episod tregoi sigurisht mënyrën se si ai vetë kupton një aleancë në cilën teorikisht të gjithë marrin pjesë në mënyrë të barabartë dhe marrin vendime të përbashkëta në lidhje me mbrojtjen kolektive. Vendimi i tij për të tërhequr 5000 trupa nga Gjermania, si dhe zbulimi nga Spiegel për një reduktim të ndjeshëm të aftësive mbrojtëse që SBA do të kenë për nevojat e mbrojtjes kolektive, ka shkaktuar shqetësim serioz midis anëtarëve të aleancës. Sipas Spiegel, i dërguari i sekretarit të mbrojtjes së SBA Pete Hegseth i informoi zyrtarët e lartë të shteteve anëtare rreth planit në selinë e NATO-s në Bruksel javën e kaluar. Sipas këtij informacioni, numri i avionëve luftarak amerikan në dispozicion do të zvoglohet me 1/3. Marina amerikane do të ketë më pak shkatrues në NATO, ndërsa SBA-t nuk kanë ndërmend të ofrojnë më nëndetse për aleancën. Deri në korrik, sigurisht, është një pikpyetje e madhe se çfarë do të ketë ndodhur në luftën e Iranit, nëse përpjekjet për paqe kanë qenë të suksesshme. Atëherë do të jetë shumë e lehtë të bëhet një lëvizje pajtuese ndaj presidentit Trump, duke ndërmarrë nën përgjegjësinë e NATO-s dhe me pjesëmarrjen e partnerëve evropian, një mision detar që do të monitorojë zbatimin e çdo marrëveshjeje në ngushticën e Hormuzit dhe do të sigurojë sigurinë e lundrimit të lirë. Për më tepër, puna paraprake është bërë tashmë me iniciativat e Francës dhe e Britanisë. Për më tepër, promovimi i blerjes në shkallë të gjerë të sistemeve amerikane të armëve nga vendet evropiane mund të ketë një efekt qetësues tek presidenti amerikan, i cili do donte ta promovonte këtë përfitim për industrinë amerikane të mbrojtjes brenda vendit të tij. Athina, e cila ka ruajtur një ekuilibër në konfrontimin transatlantik, pavarësisht faktit se merr pjesë aktive në promovimin e autonomisë strategjike të BE-s, nuk ka ndërmend të përfshihet në konfrontime dypalëshe në samit, por kryeministri Kyriakos Mitsotakis pritet të theksojë absurditetin e kërcënimit të luftës nga një
shtet antar kundër një tjetri, si dhe problemet që kjo politik krijon në harkun vendimtar juglindor të NATO-s. Pala greke beson se në këtë samit duhet të nxjerrë në parë rolin vendimtar të lehtësirave që u ofron Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, si në luftën e Iranit, ashtu edhe në praninë ushtarake amerikane në mesdheun lindor, si dhe në sigurinë energjetike të vendeve të Evropës lindore dhe juglindore. Të gjitha qendrimet greke do të bazohen në këtë besueshmëri si aleat, pasi kjo është diçka që vlerësohet edhe nga Washingtoni. Megjithatë, në prag të samitit, Ankaraja duket se dëshiron të maksimizojë përfitimet e organizimit të samitit dhe mobilizimin e qeverisë, si dhe i grupeve të mendimit dhe mediave miqësore me të, është tashmë në këtë drejtim. Turqia po përpiqet të nxjerrë në parë rolin e saj të rëndësishëm brenda NATO-s, si vendi me ushtrinë e dytë më të madhe, arritjet e industrisë së saj të mbrojtjes, por edhe pozicionin e saj kritik gjeopolitik, në mënyrë që të sigurojë përfshirjen e saj të pakushtëzuar në projektin e madh të mbrojtjes dhe sigurisë europiane. Dhe pavarësisht dyshimit që ekziston, është e qartë se disa vende evropiane duket se pajtohen me argumentin e Ankaras se në këtë kohë të vështira është e vetmja që mund të mbush boshllëqet e krijuara nga sfidat e reja të sigurisë, qoftë në Ukrainë apo në lindjen e mesme, si dhe distancimi i SBA-s. Sa i përket industrisë së saj të mbrojtjes, ajo tashmë merr një pjesë të konsiderueshme të pajisjeve evropiane të mbrojtjes përmes marrëveshjeve dypalçe me disa vende europiane. Megjithatë, kjo nuk është e mjaftueshme për Turqinë dhe Tayyip Erdogan, të cilët duan që ky moment të konsolidojë partneritetin institucional afatgjat me BE-n në sektorin e mbrojtjes, por edhe të promovojë kërkesa të tilla si përmirësimi i unionit doganor me BE-n. Kjo sigurisht do të thotë që reagimet greke dhe qipriote dhe vetoja që ekziston në çdo përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet euro-turke në mënyrë të zbrazët duhet të anashkalohen. Aq më tepër në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes evropiane, është e qartë se për Greqinë dhe Qipron, pjesëmarrja e Turqisë ndërsa ajo ruan politikën revizioniste të Adheut Blu, Casus Belli, zonat gri dhe vazhdon të pushtojë ilegalisht territorin e Republikës së Qipros, është një vjekuqe absolute. Formulimet në deklaratën përfundimtare të udhëheqësve në lidhje me industrinë e mbrojtjes janë diçka që ka ngritur alarmin dhe në Athinë, me qëllim parandalimin e çdo përpjekjeje për ta lejuar Turqinë të hyjë përmes dritares në mbrojtjen europiane. Qendrimet greke janë bërë të njohura në kohën e dur në të gjitha nivelet, por presioni nga Ankaraja dhe vendet që e mbështesin atë do të vazhdojë deri në minutën e fundit. Turqia ndoshta do të përpiqet të kërkojë rregullime ad hoc në diskutimin që po zhvillohet mbi koordinimin e operacioneve dhe kapaciteteve midis NATO-s dhe BE-s. Pavarësisht presionit që ekziston çdo herë për këtë çështje, është e qartë se autonomia në vendimarrjen e secilës organizat është parësore. Kjo është ajo që Athina po promovon. Megjithatë, për Ankaran samiti i NATO-s ka një rëndësi të madhe për një arsye tjetër. Presidenti turk do të kërkojë të nxjerrë në parë rolin e rëndësishëm të vendit të tij në mënyrë që të bindë Donald Trump se marrëdhëniet SBA-Turqi tani duhet të rivendosen plotësisht, duke hequr sanksionet e vendosura nga legjislacioni KATSA. Sigurisht, Trump nuk vendos për gjitha këto i vetëm dhe Kongresi për momentin, pavarësisht çarjeve që janë krijuar në lobin pro-Izrael, mbetet ende i jashtëzakonisht i kujdesshëm, nëse jo armiqësor ndaj Turqisë dhe presidentit turk, shkruan protothema, sepse qëndrimi i tij ambivalent ndaj luftës së Iranit, mbështetja e tij e qartë për Hamasin dhe Hezbollahun, marrëdhënia e tij e ngushtë me presidentin rus, flirti i tij me BRICS-in dhe fanatizmi i tij kundër Izraelit krijoi një klimë aq pozitive për Turqinë në SBA. Por më tepër, nuk kaloi pa u vënë re javën e kaluar që presidenti amerikan kontaktoi Erdoganin, ndër udhëheqës të tjerë të lindjes së mesme, për të diskutuar hapat e ardhshëm në lidhje me Iranin, por në të njëjtën kohë, ai u kërkoi të gjitha vendeve të nënshkruanin së bashku marrëveshjet e Abrahamit pas përfundimit të luftës, dhe ky apel u drejtua edhe Erdoganit, për cilin lufta e shenjtë kundër Izraelit dhe Benjamin Netanyahut tani është bërë një element identifikues i ekzistencës së tij politike.